Të ndërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha. Në kohën e sotme do të flasim për Kuranin si një libër I cili nxit ambicjet e besimtarit e lexuesit të saj. Do flasim për fenë islame në përgjithësi, e cila e fton njeriu që të jetë sa më ambicioz dhe po themi të angazhohet me kauza të mëdha, edhe nëse e sheh veten si të vogël. Dhe për të folur mbi këto kuptime, mbi këto realitete, ne do të kemi sot shpjegimet e hoxhës nderuar Bekir Alimi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjetëm, Allah ju shpëlbeft edhe juve që na jepni mundësi të jemi bashkë me ju këtë emision ku na takohemi me shikuesit e emisionit tuaj në këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit, ku ofrojmë një ngrohtësi nga mësimet kuranore dhe ato profetike, thjesht duke tentuar që të shtojmë ngrohtësinë brenda nesh në këtë muaj të madhëshëm, që të jemi më afër Zotit dhe pastaj të jemi edhe më afër njerëzve. Hoxh, nëse themi që Ramazani është muaj I Kuranit, pra muslimanët lexojnë më tepër Kuran në këtë muaj, në Kuran gjejmë realitete nga ato shpirtërore, pra shpesh Kurani flet për zemrën, për shpëritjen e nefsit dhe të zemrës së njeriu brenda vetes së tij, po ndërkohë atu gjejmë dhe rënien dhe ngritjen e civilizimeve. Gjejmë përplasje, po themi të mëdha, gjejmë mësime se si shoqëritë ngrihen, po dhe se si rënohen. Pra, nafton Kurani që ta shohim botën disi më globalisht. Edhe në të shkuarën e shoqërive pra cilët janë rënuar për shkak të gjunave të tyre, po dhe për të ardhmen duke përmbajtur brenda saj dhe po themi shenjat të ditës së fundit. Sa rëndësishme është që besimtari, muslimani, të jetë po themi me kauza të mëdha në jetën e tij, të jetë njëri I cili shef përtej individit dhe dimensionit të tij personal. Dhe kur u takuam, ju sërish kishit një bluzë ku aty ishte harta e Palestinës, njëjtë jemi takuar dhe vjet me të njëjtën simbolik. A është kjo për shkak të këtij leximi kuranor? Fakt është një temë të cilën ju e keni hapur dhe është e rëndësishme për ta biseduar bashkë me ju dhe me gjithë ata që përcjellin emisionin. Është e vërtetë se Kurani fisnik në vetvete ngërthen rrëfime për profetët e mëhershëm, të cilët janë dërguar tek civilizimet dhe qytetimet e asaj kohës. Flasim për Ibrahimin a.s., Abrahamin I cili identifikohet me civilizimin e Babilonisë, flasim për Musain a.s. Mojsiun I cili ka qenë tek Egjipti I lashtë, dhe në kohën e profetit Muhammed, lavdi dhe bekimi Allahut qoftë mbi te, flasim për dy perandori të mëdha në atë kohë, Persia asaj kohe dhe perandoria bizantine në atë kohë. Dhe duke pas parasysh atë që ka ndodhur me popujt e mëhershëm, civilizimet dhe qytetimet e kaluara, Kurani potencon për dy gjëra. E para, për ta ngritur ambicien e besimtarit që jetë pjesë përbërëse e zhvillimeve globale, e dyta për të pa fundin e qytetërimeve dhe civilizimeve të cilat lajthisin dhe devijojnë nga udhëzimet dhe rekomandimet hynore, ato që I përmend Kurani fisnik. Kemi qytetërimet të suksesshme, përderisa I kanë zbatuar rekomandimet hynore, dhe ato që janë dëshkuar në momentin që ata janë shmangur nga rekomandimet dhe udhëzimet hynore. Kjo është esenca e cila e nxit besimtarin që ai në momentin që është duke I kryer detyrat e tija aktuale dhe momentale, mos të humbet në këtë zhvillim të tij dhe të shkëputet nga ajo që ndodh rreth e përqark tij. Po, është e vërtetë se shpesh herë ummeti Islam nuk e ka fuqinë e ofertës sikurse ka pas në kohën kur ka qenë sundimtar në shumicën e botës së njohur. Mirë, po megjithatë Islami si fe e ka fuqinë e ofertimit dhe ne si musliman duhet mundohemi që të inspiruar dhe të mësuar nga ajetet kuranore dhe porositë profetike që t'i ofrojmë njerëzimit zgjidhje për problemet e ndryshme që kanë ata. Edhe rasti I Palestinës është njëra prej shembujve bashkohor ku ne si musliman, po edhe si njerëz, dhe kjo fatmirësisht u pa në tërë botën, se një numër I madh I akademikëve, intelektualëve, aktorëve, gazetarëve, e të mos flasim për qytetarë të thjesht, u rreshtuan drejt përkrahjes dhe ndihmesës dhe thirrjes për shpëtim edhe liri për viktimën këtë rast që është populli I Palestinës, dhe ne si musliman e kemi detyrë dhe obligim vazhdimisht të rreshtohemi në anën e të shtypurit dhe atë viktimës, pa marrë parasysh a janë musliman ata apo nuk janë musliman ata.
sikurse ishte rasti edhe i Ukrainës, ne si musliman duhet të qëndrojmë në krah të popullit ukrainas, sepse kishte një integritet territorial dhe kishte një sovranitet që do thotë shteti federativ i Rusisë e shkeli atë sovranitet dhe integritet dhe sulmoi atë shtet. Njëjtë e kemi në situatën e Palestinës. Palestina është një popull autokton në ato toka dhe do thotë një entitet i cili ka ardhur dhe vazhdimisht ja vjedh tokat, ja vjedh shtëpit, ja glabron ato toka dhe ata do thotë ishin banor autokton të atyre vendeve, i dëbuan nga shtëpitë e tyre, shkuan në pjesë tjera që ishin të lira të Palestinës, aty ndërtuan kampe, edhe prej atyre i dëbuan, edhe në Gaza që ishte shkretir e braktisur në atë kohë, edhe ati tani nuk i lanë të lirë, i ngulfatën në shtetë rrethim të hekurt, që vetëm ajrin e kishin të lirë dhe asgjë tjetër, dhe normalisht kjo situatë neve na detyron dhe imponon që t'jemi në krahun e tyre dhe të kundërshtojmë të gjitha format e represionit që përdor sot, do thot, megjithse janë më sofistikume, shpeshherë tentohen të jepen ngjyrë tjetër, por realiteti është i tillë. Dhe ne si popull shqiptar është e vërtetë se jemi popull i vogël, edhe ndoshta në këto përplasje titanësh në thojza vendosur, mund të mos jemi shumë të dobishëm, por na kemi dëshmuar në historinë e kaluar se megjithse kemi qenë popull i vogël, në kohën kur represionet naziste shkaktuan një golgot të madhe të hebrejve dhe u detyruan ata të ikin për Evropës perëndimore, shqiptarët musliman me shumicë ishin ata që i ofruan streh dhe shpëtim këtij popullit hebrej i cili vuante nga ajo golgot dhe nga ajo represion i nacistëve. Dhe sikur se kemi dhënë kontribut konkret në kaluarën, edhe sot na mund të japim kontributin konkret duke u rreshtuar në krah të viktimës edhe jo në krah të xhelatit, sepse rrështimi me të fuqishëm me të fortin nuk është veti e njeriu me dinjitet, nuk është veti e njeriu që është i ngritur akademikisht dhe i percepton gjërat në mënyrën e saktë. Pakurizor dhe servil ka pas vazhdimisht në botë, por nuk ka hyrë një popull, sidomos populli shqiptar, i cili e ka vuajtur një katrahur të madhe, sidomos në para disa dekadave në luftën e popullit serb kundër popullit shqiptar në Kosovë, që na tërheqtojmë me xhelatin edhe të mos jemi me viktimë, sepse vetë kemi qenë viktimë, edhe dimi se sa është domethënë e vështirë dhe sa është e rrezikshme për ardhmërinë e një populli në një vendit kur një mekanizëm ose makineri ushtarake e fuqishme, siç ishte në atë kohë ish ushtria e Jugosllavisë, pastaj e Serbisë, që bënte ato masakrën popullin shqiptar në Kosovë, dhe duke pas parasysh këtë kalumet tonë të afërt, edhe atë pak më herët, ne gjithsesi duhet të rreshtohemi në krahun e viktimave dhe të jemi të zëshëm në këtë drejtim. Islami na mëson që të jemi të gozimshëm në artikulimin e të vërtetës dhe të mos kemi frikë, megjithse të gjithë na hamensohemi her pas here nëse rreshtohemi në krahun e viktimës, a thua vallë do të ketë kosto, do të më kushton kjo për të ardhmen time, karrierën time kështu me radhë, mirë po ne si besimtar fillimisht kemi besim te Allahu i Madhëshëm dhe jemi të bindur se asgjë nuk ndodh në këtë gjithësi pa lejen e Tij. Kjo është e para. E dyta, karriera, suksesi, dështimet tona gjithashtu janë të lidhura me Allahun e Madhëshëm dhe nuk kanë lidhje me veprimet tona individuale. Dhe e treta, duhet jemi të gatshëm na të sakrifikojmë komoditetin ton për ta thënë të vërtetën. Dhe kjo është porosia e madhe kuranore e cila kërkon për nesh që ta themi të vërtetën të gjitha situatat dhe të jemi me të vërtetët të gjitha situatat, që tha Allahu i Madhëshëm, wa kunu ma sadiqin, dhe jeni me ata që e thojnë dhe jetojnë me të vërtetë. Dhe kjo është porosi që na duhet ta kemi parasysh dhe në prizmën e kësaj vazhdojmë të kontribuojmë për një jetë në paqe, jetë në mirëqenie, jetë në mirëkuptim, jetë në bashkëpunim, edhe jetë në shkëmbim të përvojave dhe të ofertave tona që kemi ne, që të cilat i marrim nga udhëzimi kuranor e të tjera që i marrim nga udhëzimet e tyre. Në fakt unë kisha disa pyetje, po ndërkohë ju po jepni përgjigje pa i artikuluar unë ato, dhe doja pikërisht të ndaleshim te ky aspekt. Pra duket sikur shekularizmi na ka përfshirë dhe ne që agjërojmë, dhe ne që besojnë. Pra duket sikur çështjet e besimit janë të ndarë nga çështjet e jetës dhe karriera është ajo që merr, po themi, prioritet, interesi individual është ai që merr prioritet. Nëse lexojmë historinë e
profeti Muhammed dhe shokëve të tij, si gjejmë ata në këtë balancim midis edhe interesit personal që njeriu shpesh ka në jetën e tij, pra synon që po themi edhe vetja e tij të ketë një ardhmëri, po si e ndan këtë me po themi dobishmërinë e shoqërisë së tij edhe të gjithë botës pse. Do thotë për ta kuptuar këtë dilemë të cilën ju e plasuat, për të qenë fetar nuk duhet të jesh hoxh. Do thotë hoxha është pozicion akademik. Është një hierarki, një strukturim intelektual akademik, një formësim akademik me titull hoxh, dietar i fesë islame kështu me radhë. Kjo nuk është kusht për të qenë ti fetar. Për të qenë fetar ti duhesh të marrësh udhëzimet kuranore dhe ato profetike dhe të zbatosh në jetën tënde. Duke pas parasysh këtë fakt, shumica e besimtarëve në botën islame që përbën një numër prej 2 miliardë e 200 miliardë muslimanëve nuk janë klerik, nuk janë hoxhallar, janë njerëz të rëndomt. E si ata e manifestojnë fen? Ata e manifestojnë fen duke i zbatuar urdhat e fesë. Këtë rast agjërimi nuk është obligim vetëm për hoxhallarët, është për gjithë besimtarët. Edhe intelektuali, edhe biznesmeni, edhe afaristi, edhe njeriu i medias, gjithë ata agjërojnë, që besojnë se agjërimi është detyrë dhe obligim i tyre kaqë krijuesit e tyre. Dhe nëse e marrim do thotë këtë piknisje dhe analizojmë jeta profetare konkrete, do thotë e cila kalon në ambientet dhe në objektet e kultit, ato do thotë sakrale, është shumë më pakët se sa koha që kalojmë jashtë këtyre objekteve sakrale, objekteve të kultit që ne i themi xhamia. Dhe kjo jep me kuptu se jeta jashtë xhamisë është më e gjatë dhe kërkon më shumë përkushtim fetar se sa jeta brenda xhamisë. Testi më i madh është jashtë xhamisë se sa brenda saj. Edhe kjo është poenta, do thotë ideja është që na brenda xhamisë të akumulojmë besim, energji pozitive, vet kontroll, vet edukim, që në momentin kur dalim nga xhamia, ku aty ballafaqohemi me njerëz fetar dhe me njerëz jo fetar, po edhe me njerëz armiqësor dhe agresor, aty të del shesh kultura jonë fetare. Aty në debatet që i bëjmë të tjerë del shesh dituria jonë fetare. Në ballafaqimin me situata të ndryshme të del shesh morali jonë fetar. Edhe andaj realisht sikurse potencuat edhe ne ndikohemi nga shekularizmi edhe sikurse pranojmë faktin se brenda mureve të xhamisë jemi fetar, jashtë xhamisë nuk prish punë nëse na i shkelim normat fetare. Kjo është gabim. Është qasje jo e saktë dhe jo e duhur dhe realisht është në nivel të ambicjeve të një besimtarit. Besimtari nga edukata e tij fetare, nga shtimi i diturive të tij fetare, duhet të insiston që e gjithë ajo të transformohet në sjellje dhe kulturë jo të përditshme, po të përorshme, të përsekondshme në jetën e tij. Edhe që të arrijnë në situatë ku të gjithë ata që nuk janë musliman ose janë musliman por nuk janë shumë fetar, në modelin e tij që e shohin nga jeta e tij, të inspirohen për të lexuar edhe më tepër për Islamin, për të tentuar të kopjojnë modelin e tij në jetën e përditshme dhe të shohin se cilat janë rezultatet dhe efektet që ka mi kriju kjo fetari të ata njerëz. Edhe në këtë situatë na themi se do të ishte shumë e gabuar që të mjaftohemi me fetari brenda xhamisë, edhe të mos jemi të tillë fetar jashtë xhamisë, përkundrazi aty kërkohet një koncentrim më i tepër i fetarisë, sepse i kemi dy sfida. E para kemi sfidën tonë personale, sa do jemi fetar jashtë xhamisë, e dyta kemi sfidën e modelit të cilën ja ofrojmë shoqërisë ku jetojmë na. Na ndodh shpesh që dëmtimin ose gjymtimin e ambicjeve na e bëjnë, po themi, klima e jashtme. Pra, dikur pandemia, sot luftrat e mëdha, ngjallin lloj pesimizmi tek njerëzit. Edhe dëgjojmë shpesh fjalën që bota po shkon drejt rrënimit, nuk ka ardhmëri, ditët që vijnë po bëhen akoma më të këqija. Ndërkohë, a kemi ekuivalencë të ngjashme nga historia e profetit Muhammed alayhis salam, ku edhe pse ndoshta e keqja kishte dominuar pjesë më të madhe të shoqërisë, sërish ata ishin ambicioz dhe shpresë plot se do kishin rol të rëndësishëm në shoqëri. E para si konstatim është i gabuar të mendojmë se situata e trazuar e botës është fundi i botës. Kjo është do të thotë
konstatimi i gabuar, sepse gjithë na nga historia që kemi lexuar kemi kuptuar se bota ka pas luftën e parë botnore, ka pas luftën e dytë botnore dhe pastaj përsëri jeta ka vazhduar. Tani trumpetohet për luftën e tretë botnore, mirë po edhe nëse ndodh ajo, jeta nuk ka me përfundu, ka me vazhdu. Do të vazhdoj jeta mbi këtë tokë për aq sa ka leju Zoti i Madhreshëm. Kjo s'varet pe ambicieve të njerëzve, qofshin individ, qofshin kolektiv, qofshin fuqi të mëdha botnore. Ai nuk varet për të, varet nga vullneti absolut i Zotit. Dhe për këtë arsye është gabim të konstatojmë se këto trazira, këto lufta të mëdha mund të jenë fundi i botës, asnjëherë. Kjo është e para. E dyta, besimtari do thot i ka dy qasje. E para ajo globale për cilën na jemi duke fol, edhe pjesa personale e tij. Në momentin që ai është në paqe me Zotin e vet, nuk e trazon as pak qetësinë e tij personale ajo që ndodh në botë. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam se ka dikush i fidan. Kjo është pjesa e tretë, kjo pjesa është e motivimit për energji pozitive, domthonë fundi fundit ne s'kemi përgjegjësi për atë që ndodh në botë. Do të brengosemi dhe të kontribuojmë, po përgjegjësi nuk e kemi na. Secili e ka përgjegjësi në nivel të pushtetit dhe fuqisë që ka. Po në momentin që na shohim se gjithë bota po shkatërrohet për shkak të këtyre luftave të mëdha, në vendin ton mund të kontribuojmë me diçka konkrete, për shembull këtë rast siç e përmendët porosin e dashurit ton, profetit të fundit Muhamedit lavdi dhe bekimi Allahu që mbi te, i cili tha sikurse të shohësh se është duke ndodh apokalipsa, kiameti, dhe në dorën tënde ke një fidan, mbill ata. Do të thuash ti po ç'na duhet ajo, ai fidan kur veç e gjithë bota po shkatërrohet. Kjo është ajo që na e marrim si inkurajim që ti bëje një punë pozitive, jepe një kontribut pozitiv, mos e mendo të ardhmen e saj se nuk është në dorën tënde, se mund të jetë ai kiamet momental, ajo apokalipsa momentale, mos jetë apokalipsa kryesore e fundit në jetën e njerëzimit. Në historinë islame, kemi na fillimin e historisë islame ku ishte persekutimi shumë i madh kundrejt besimtarëve monoteist në Mekë në atë kohë nga pushtetarët idhujtar politeist që sundonin Mekën nga friga se nëse përhapet besimi monoteist, atëherë dominanca që kishin ata edhe te pjesa e fesë politeiste edhe pjesa e dominimit ekonomik do ju shkatërrohej. Edhe ata ishin të pamëshirshëm në luftë kundër secilit njeri që pranonte monoteizmin si fe të veten dhe profetin Muhammed si profetin e fundit të Zotit. Dhe kishte persekutime të rënda, të fuqishme dhe njerëzit nga ai persekutimi i madh kishin nevojë për një lloj sihariçi, për një lloj myshdeje. A thua çka do ndodh me neve që na tani pranuam këtë besim të ri, mirë po torturat janë shumë të egra, saqë kishim edhe viktima, kishim dëshmor të parë, e u tha në ato pozicione profeti Muhammed lavdi dhe bekimi Allah që mbi te, do të keni sprovat shumë të mëdha, siç kanë patur popujt para jush, saqë e merrnin njeriu dhe ndanin dy pjesë. Dhe e nxirrnin domthonë mishin nga kockat e tyre. Gjithë kjo për t'i larguar ata nga besimi i tyre, mirë pa ata qëndruan dhe rezistuan. Edhe pastaj i tha profeti Muhammed, është hadithi i Khabab ibn Ertit, i cili erdhi te Muhamedi duke qenë në hijen e Qabës dhe tha lutë Zotin për neve të na jep ndihmë dhe fitore sepse do thotë shkuam kot, vritemi, maltretohemi, masakrohemi, edhe kështu që nuk ka perspektivë as besimi, as feja, nëse gjithë na vritemi nga diktatura dhe padresia e idhujtarëve të Mekës. I tha, Allahu do ta plotëson këtë fe. Megjithëse jeni pak, edhe jeni të maltretuar, të masakruar, vriteni dhe torturoheni, mirëpo Allahu do të jep fitore kësaj feje, derisa njerëzit do jetojnë në gadishën arabik në qetësi dhe siguri dhe nuk do kenë frikë nga askush përveç se i Zotit dhe ujkut për dhënt e veta, mirë po ju jeni njerëz që nxitoni. E kjo ndodhi dhe kjo porosi ishte shumë e rëndësishme që muslimanëve të parë t'u jep frymëzim, edhe vullnet, edhe pozitivitet, edhe t'u jep energji që ata të vazhdojnë të jenë besnik në parimet e veta dhe të kontribuojnë për të ndryshuar gjendjen. Dhe ashtu ndodhi. 13 vite të para në Mekë, domethënë kishin vështirësi, ndodhi shpërngulja, që ishte sfidë e re, të braktisësh familjen, braktisësh pasurinë, braktisësh shtëpinë tënde, biznesin tënd, gjithë atë që ke arritur, mirë po edhe kjo ishte një momentum i ri i cili u dha aty me një tokë pjellore të re në Medinë,
dhe pas kësaj filloi të përhapet Islami në familjet e tyre, tek fizet e tyre, dhe derisa pas 23 viteve do thotë triumfoi Islami në Mekë dhe në Medinë nga dishun arabik. Dhe kjo tregon se ne do të kemi energji pozitive, do të kemi vullnet, do të kemi bindje në premtimet e Zotit dhe të kontribuojmë vazhdimisht që të ndërtojmë shoqëritë tona me drejtësi, me ndershmëri, të ndërtojmë shoqëritë tona me humanizëm, me altruizëm, të shmangemi egoizmit, të shmangemi lakmis, të shmangemi kooperacisë, të shmangemi konkurencës jo lojale, të shmangemi gatishmërisë për ta vrarë vllaun e tij që të grabit një pjesë të pasurisë që ka ai, e kështu me radhë fenomene destruktive, fenomene degeneruese, të cilat fatkeqësisht janë top lajme në mediat tona, në lajmet e kronikës së zezë, dhe që nëse arrim sukses të përhapim këto porosi islame tek populli jon, sigurisht se këto do paksohen dhe shembujt e pozitiv dhe shembujt e mirë do shtohen me lejen dhe ndihmën e Allahut të Madhërisht. Ndërkohë, më pas bota njohi një civilizim të jashtëzakonshëm nga Spanja, nga Andaluzia e dikurshme deri në, po themi, Kinën e sotme, e Kaukazit, pra pothuajse gjithë kontinentet u përfshin nga prezenca e një civilizimi i cili ngrihej mbi këtë botë kuptim. Po ndërkohë, kohët kaluan, shekujt kaluan dhe balancat ndryshuan. Po sot, çfarë kontributi kanë muslimanët, veçanërisht në, po themi, në shoqëritë tona, në Ballkan dhe në Perëndim? A janë aty thjesht si një prezencë multikulturaliste apo janë dhe si një prezencë, po themi, me kontribut real, konkret, që është në korelacion me parimet e tyre dhe me mënyrën se si e shohin botën? Fatkeqësisht do thotë Islami ka qenë në tentativë për ta përjashtuar tërësisht nga jeta shoqërore në vendet tona nëpërmes komunizmit, i cili ka mbretëruar do thotë 5-6 dekada në vendet tona, dhe kjo luftë është bërë me këtë qëllim që porositë e Islamit dhe jetësimi i tyre të mos jetë i pranishëm në zhvillime shoqërore kene. Normalisht këto janë tentativa dhe planet të njerëzve, ajo që mendojnë njerëzit është diçka, ajo që e cakton Zoti është diçka tjetër, dhe dashja Allah i Madhëshëm që pas atyre 5-6 dekadave të rikthehet Islami në shumicën e shteteve ballkanike, sidomos të shtetet tona shqiptare, me një fuqi dhe vrull dhe një entuziazëm shumë të madh që na e falenderojmë Allahun e Madhëshëm fillimisht, pastaj e falenderojmë secilin njeri, musliman dhe jo musliman, i cili ka kontribuar për të pas liri fetare dhe për të pas zhvillim të jetës fetare në vendet tona, qofshin ata pushtetar, politikan ose njerëzit domethënë akademik, sepse realisht këtu kemi pas sfida, kemi pas kundërshtar, kemi pas pengues, kemi pas sabotues dhe kemi pas përkrahas edhe ndihmës. Kjo është realiteti i këtyre zhvillimeve në këto 3 dekadat e fundit tek në Ballkan përgjithësisht dhe tek populli shqiptar në veçantë. Dhe duke pas parasysh këtë situatë, sepse e kalume jon ka qenë e shterur fetarisht, normalisht nuk mund pritet edhe një kontribut i jashtëzakonshëm i komunitetit fetar në zhvillimet tona shoqërore, sidomos kur është tentuar maksimalisht që të lihet anësh dhe të marginalizohet kontributi i tyre. Megjithse është tentuar vazhdimisht të lihen anësh, komunitetet muslimane në të gjitha vendet e Ballkanit, sidomos tek shqiptarët, ka qenë jashtëzakonisht i madh për ta kthyer atë harmoni të jetës shoqërore në vendet tona, për të kthyer shpresën që është e rëndësishme për zhvillimet tona shoqërore, për t'i dhënë rëndësi dhe kuptim jetës, të cilën nuk mund t'i jap asgjë, asnjë doktrinë filozofike sikur se jep feja në përgjithësi dhe Islami në veçantë, dhe pastaj do thotë jemi munduar na që popullin ton t'i japim 2 segmente të rëndësishme që e bën forcë me rëndësi në kalkulimet geopolitike për Ballkanin. E para ta mban popullin në rritje sipër demografikisht nëpërmes parimit të kujdesit të themelimit dhe kujdesit për familjen, që është një kontribut jashtëzakonisht i madh për çdo kom, për çdo popull i cili e man të gjallë dhe e man në rritje sipër, dhe e dyta, atë produkt të familjes që janë fëmijët, rinia e atij populli, atij vendit, ta mbron nga të gjitha format e degenerimit, sidomos atë që ofron neoliberalizmi si doktrinë filozofike e vete, duke i ofruar nihilizmin dhe hedonizmin si produkte të filozofisë së tyre, e cila i bën ata që të mos merren me arsim, që të mos merren me kulturë, që të mos merren me edukat, dhe të mos merren me kontribut konkret profesional në zhvillimin e shoqërive ku ata jetojnë. Po thjesht merren me dëfrim, argëtim
dhe përmbushje e nevojat tyre fiziologjike, gjë që e ul njeriu nga pjedestalin cilën e kërkon të jetë feja në një pjedestal shumë të ulët që është pjedestali domethënë i krijesave shtazarake faktikisht të kafshëve. Dhe për këtë arsye na konstatojmë dhe mendojmë se kontributi i Islamit edhe komunitetit musliman është jashtëzakonisht i rëndësishëm në ruajtjen e kësaj qelize bazë të çdo shoqërie që është familja, dhe nëpërmes familjes, raporteve mes familjes, prindve dhe fëmijëve, pastaj burrit dhe gruas, janë ato që vetëm fet kontribojnë dhe vetëm Islami në këtë rast në veçanti kontribon për ta mbajtur këtë shoqëri të lidhur njëra me tjetrën dhe për të mbrojtur shëndetin e tyre psikofizik, pastaj edhe shëndetin e tyre fetar, dhe kështu që duke i bërë ata dobishëm, altruist, humanist, na japin kontribute konkrete, insistojmë që populli jon të shkollohet dhe insistojmë që populli jon ta ketë besimin. Besimi i jep vetë kontroll, besimi insiston në drejtësi, besimi e bën atë të vetëdijshëm për llogarinë para Zotit nëse mund të shpëton llogarisë së kësaj bote, dhe pastaj ndershmërinë e cila është e rëndësishme, sidomos te pjesa e pushtetit dhe qeverisjes, dhe në anën tjetër do thotë arsimimi e profesionalizon ose e aftëson njeriu që të jetë kontributi i tij maksimalisht i dobishëm dhe i saktë në zhvillimin e shoqërive të veta, kështu që kemi kontribute konkrete të mëdha që janë esenciale, themelore në zhvillimin e individit dhe shoqërisë në përgjithësi. Ndërkohë në Europë sot janë rreth 50 milion musliman, ku prezenca e tyre edhe pse e heshtur, flitet se është një prej shtyllave kryesore, po themi edhe morale, për aq sa ka hapësirë në perëndim, po edhe profesionale, pasi shpesh ata janë si mjek, si inxhinier, si profesionist. Dhe një pjesë e mirë e këtyre janë musliman shqiptar që janë larguar nga vendet tona. Çfarë porosie do të jepnit kësaj kategorie? A është më mirë që ata të vazhdojnë të japin kontribut atje ku janë, apo më parësore do të ishte që të ktheheshin në vendet e tyre? Ikja e tyre nga vendet tona atje është manifestim i një dështimi të menaxhimit të shteteve tona prej elitave politike që kemi në vendet tona. Se sikur se ti kishin ofruar mundësi të zhvillimit në vendet tona, askush prej tyre nuk do e linte familjen e vet, shtëpinë e vet, iktet, jeton i huaj në ato vende atje. Na e dim gjithë, shumica e shqiptarëve që jetojnë në diasporë kanë shkuar atje për shkaqe të mungesës së kushteve ekonomike për një jetesë me dinjitet në këtë vend. Dhe normalisht ata të gjithë që kanë qenë të arsimuar, që kanë qenë profesionalistë të drejtime të ndryshme, kanë gjetur pozicione shumë të mira, mundësi shumë të arta dhe janë dëshmuar me suksesin e tyre në ato vende, dhe kjo tregon se na si popull kemi kapacitete të cilat fatmirësisht dëshmohen në shumë vende dhe fatkeqësisht nuk kemi arritur të dëshmohen në vendet tona. Për shkak të dështimit që tregova më herët se nuk kemi arritur të zhvillojmë si duhet shtetet tona. Dhe sigurisht se thirrja jonë do të ishte që të gjithë ajo pjesë e diasporës shqiptare, me ato suksese të treguar atje, do ishte shumë më arsyeshme edhe fetarisht, edhe kombëtarisht që të kthehen në vendin tonë dhe të vazhdojnë të japin atë kontribut në zhvillimin e shoqërive tona. Jam i vetëdijshëm se kur e them këtë fjalë, u ngjan si parull edhe një pjesë e madhe e kundërshton, sepse në momenti që ne kthehemi në vendindje për dhënë kontributin, do të hasim shumë pengesa, të cilat nuk i kemi në zhvillimin e profesionit tona atje në perëndim. Kjo është e vërtet, jam i vetëdijshëm për këtë situatë, mirë por ne themi ashtu sikurse ne kemi parapëlqyer të mbetemi këtu në vendet tona dhe të mos emigrojmë prej vendeve tona, të shkojmë në gurbet ku na ofrohen kushte më të mira ekonomike, themi edhe ju e jani këtu, edhe gjithë atë sukses që keni marrë atje dhe atë përvojë profesionale që keni atje, ta japim bashkëtu. Fakti është se pengesat do kemi, mirë po na duke i kaluar pengesat, do ju ofrojmë kushte më të mira jetesës se fëmijëve dhe ardhmërisë sonë, se përndryshe duke ikë nga ballafaqimi me problemin nuk e zgjidhim problemin. Pra duke qëndruar larg problemit nuk zgjidhet problemi vetë ju, andaj e janë këtu bashkë, të gjithë të grumbullojnë forcat tona me përvojën që e keni, dijen që e keni, sukseset që e keni, kapitalin që e keni siguruar atje, të investojmë këtu kene dhe të ofrojmë kushte më të mira për jetesë spaku të brezave që vijnë pas nesh. Pra ndoshta s'kam bërë gabim që
që kanë hikse ndoshta rrethanat ka qenë tilla, po mos bëjnë gabim që mos kthehen. Mos bëjnë gabim të vazhdojnë të ngelen aty e mos kthehen këtu. E mos kthehen potencial. Hoxh Zoti shpëlbeft për këtë bisedë. Faleminderit, Zoti shpëlbeft edhe juve. Normi ishim me Hoxh Beki Halimi, folëm për shumë gjëra, folëm nga aspektet e civilizimeve të ndryshme që paraqiten në Kur'an, mbi vizionin që duhet të ketë një besimtar, deri tek ato shqetësimet e shoqërisë sonë shqiptare kudo qofshin, edhe ballkanike, ku pikërisht një islam i kuptuar drejt, një Ramazan i agjëruar më plot, do të nikojë në botën shpirtërore tonë, po dhe në botën shoqërore dhe pse jo dhe globale. Unë falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë. Kalofshi.